krizë të identitetit kulturor dhe shpirtëror? Është më e gjerë, është jo vetëm me identitetin, është krizë sociale, është krizë antropologjike, është krizë e cila manifestohet tek individi, pra përmirësohet tek individi. E shkon edhe më gjerë, po të thuash, është bërë dhe krizë demografike, sepse pjesa e ikjes njerëzve, pra largimi i njerëzve nga Shqipëria, vjen pikërisht aty të shprimi i madh kombëtar që ne kemi ndërtuar. Ne mund të flasim po doni sa të bëhet timër prapë për arsyet politike, institucionale që sillen të shprimin, por e vërtetë është që ajo është një pjesë tjetër që diskutohet në tjera ambiente. Por mua më intereson ku jemi ne komponent në këtë dëshprimin e madh të tij. E kemi gjetur gjithmonë faj diku lart. Gjithmonë përpiqemi të shohim që e ka faj diku lart dikush. Ata, politikanët, institucionet, të huaj, ndërkombëtarët, ambasadat, dhe pa diskutim që të gjithë kanë pjesën e tyre të fajit të përgjegjësisë. Ama, a ke të një vetën e, po ne vetë si qytetarë, çfarë bëjmë për ta ndrequr atë që është e mundshme nga ne? Pra për ditëshmërinë tonë. Çfarë bëjmë ne për të relaksuar raportin tonë me fëmijën, me mikun, me shokun, me të afërmit, me të njohurin, me të panjohurin? Unë e them me shakash me sherë, një shoqëri që e ka të vështirë të flasë fëmijët në ashensor. Dhe ka shpanë. Po nuk e bëm do të katën e lartë, në gjithë katë porë të shpenë. Të gjithë do presim hapet dera që të dalim me vrap për mos me përshëndet të afërmit, fëmijën, apo bashkë udhëtarin ashensor. Dhe kjo është e tmeshme të mendosh. Është e tmeshme që ti ta shohësh çdo ditë se si jeta në komunitet shmultohet. Në përshkallë, pra aty ku është banesa, aty ku jetojnë qytetarë. Ti nuk ke marrëveshje për ujin, për pompën, për mirëmbajtjen e shkallës, se fillon kaq e thjeshtë. E shohim po doli ku të tonë në cilin do nivelin. Por ja ku është këtu përgjegjësia jonë. Dhe qytetisht ky qytetari që nuk merr përsipër përgjegjësinë e vet të vogël mikro, ka shumë pretendime të mëdha lart. Dhe pastaj mbrin kjo kohë këtu, jo për ta futur në debatin politik, por rrihet në kohë që qytetari sot pastaj e sheh sitjen vetëm tek turma. Pra ndihet trim kur shef turmën. Por trimi i vërtet, qytetari i vërtet në perëndim, ai që ka dalluar perëndimin nga pjesa tjetër e botës, ka qenë se qytetari i det për Zot vetes, i det për Zot dignitetin vet kur është i vetmuar. Nëse ti nuk ke fuqinë të jesh i vetmuar dhe i dinjitetshëm, çdo lloj bashkësie është lehtësuese përkohësisht, por të rikthehen në po të njëjtën gjendje, madje në mos edhe më të dëshpëruar.